Castro Zizo ka bërë një rrëfim të fortë, të sinqertë dhe thellësisht autokritik për një nga periudhat më të errta të jetës së tij personale, duke pranuar publikisht se ka qenë vetë pjesë e një sjelljeje toksike brenda një marrëdhënie sentimentale. Artisti i njohur për natyrën e tij ekspresive dhe shpesh provokuese, ka treguar një ankret tjetër të vetes, më të brisht, më reflektuese dhe më njerëzore. I ftuar në emisionin e Arbana Osmanit, Mirëmbrëma yje, Castro Zizo foli hapur për sjelljen e tij të dhunshme verbale në të kaluarën, duke theksuar se për një periudhë kishte qenë shumë larg versionit të sotëm të vetes. Ai e përshkroi veten si një shembull tipik të burrit që shpesh shfaqet në emisionet sociale, ku gratë rrëfejnë përjetimet e tyre me partner dhunues. Vitin e parë kam qenë një burr tipik nga ata që shfaqen në emisionet sociale, ku gratë e dhunuara flasin për partneret e tyre. Isha larg dhunës fizike, por shumë pranë dhunës verbale. Kam qenë dhunues dhe përndjekës në atë kohë, u shpreh ai, duke ndarë detaje që më parë nuk i kishte bërë publike. Zizo pranoi se edhe pse marrëdhënia kishte përfunduar, ai vazhdonte të kërkonte llogari dhe të ushtronte presion emocional, ndërkohë që paralelisht kishte krijuar 8 lidhje të tjera. Një sjellje që sot ai e sheh si të padenjë dhe të papranueshme. Kërkoja llogari në llumin që isha. Kjo gjendje zgjati një vit dhe sot, kur e kujtoj veten e asaj kohe, e përçmoj, shtoi artisti, duke theksuar se distanca kohore i ka dhënë mundësinë të reflektoj thellë dhe të kuptoj pasojat e veprimeve të tij. Rrëfimi i Castros është pritur me interes të madh nga publiku, duke u cilësuar si një pranim i rrallë publik i gabimeve personale nga një figurë publike. Ai ka hapur diskutime të rëndësishme mbi dhunën verbale, marrëdhënie toksike, përgjegjësinë personale dhe domosdoshmërinë e ndryshimit përmes vetëdijes dhe reflektimi. Kujtojmë se Castro Zizo është baba i 3 fëmijëve, nga raporte të ndryshme martësore. Dhe ky rrëfim shihet gjithashtu si një mesazh i fortë për brezat e rinj mbi rëndësinë e vetkontrollit, respektit dhe përgjegjësisë emocionale në marrëdhënie. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.